Temat e tjera në pjesën e dytë të emisionit, por do të ndalemi fillimisht tek vendimi. Pra, kryeministri në detyrë Kurti ka vendosur që të ndajë nga 100 euro për pensionistët, fëmijët, për punonjësit e sektorit jo publik dhe 100 euro për studentet aktiv. Ai ka bërë të ditur se pensionistët dhe fëmijët nuk kanë nevojë për aplikim, derisa punonjësit e sektorit jo publik dhe studentet aktiv duhet të aplikojnë për këtë. Përndryshe këtë ndarje, Kurti e ka ndërlidh edhe me festën e Kurban Bajramit që do të jetë pas disa duke thënë që të paktën të gjithë konsiderohen dhe do të jenë të barabartë në prag të kësaj feste. Duhet thënë që ka pasur reagime të shumta për këtë vendim, natyrisht vendim që e ndërlidhen me fushatën, e konsiderojnë blerje votash dhe në mesin e një prej reagimeve ka qenë edhe ish koloneli Afrim Veseli, i cili post tjera ka pasur 2 reagime, por njëri prej tyre thotë kështu: pensionistët e ushtrisë kanë qenë të përjashtuar nga çdo shtesë, si kjo që sot që ka marrë vendim për 100 euro, cili është mbledhje ndaj ushtarakëve të pensionuar të ushtrisë që mbi supet e tyre bartën proceset më të rënda të ADD-ut. Këtë dhe shumë çka tjetër të diskutojmë. Veselin e kemi drejt për drejt. Mirëseardhje Veseli. Përshëndetje me Macis Kollakut. Përshëndetje nga Prishtina, së më radh edhe fleta e skenarit. Po ashtu do të jetë edhe Artoni bashkë me ne. Besoj që na dëgjon Artoni, mirëseardhje. Mirë të gjeta, përshëndetje për ju. Faleminderit shumë. Por do të nisim me Veselin. Veseli patet 2 reagime, në njërin prej tyre bët edhe disa llogari që do ta diskutojmë pas pak, por le të marrim një opinion të parë për këtë mendim dhe për atë që keni reaguar. Fillimisht duhet të shpjegoj pse kum shkru atë status. Askush mos ta merr se ne jemi anku apo çajmi, sepse ne kemi dignitet dhe ai dignitet na ka bërë gjatë gjithë jetës. Pra as po çajmi as po ankomi. Mirë po, që jam se shumë pas status ishte që smakut të dihet motrisht dhe shtrohen i pyetje hipotetike pse gjatë gjithë këtyre viteve ushtarakët në pension, pra tu përfshin prej pjesëtarëve të trupave mbrojtëse të Kosovës. Pastaj të PSK-s nga 2009 që jemi pensionu, asnjëherë nuk kemi përfshi këto pakët të qeverisë për ndihma që i ka shpërndarë. Pra parim me kom qenë edhe atëherë kundër që të ketë shpërndarje të tilla sociale, sepse zhvillimi ekonomik do duhet të reflektonte me rritjen e pagave, pra me rritjen e pagave në kupton në rritjen e pensioneve. Pra as kësaj qeverie, as një qeverie tjetër, ne kur falë si qoshëm, se gjithçka që kemi bërë, na kemi bërë për vendin. Pra jemi një kategori e njerëzve që as nuk shitemi, as nuk blemi. Po, pyetjen që e parashtrua, që ishte shumë konkrete, për këtë pyetje, ju a keni një përgjigje pse ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve kjo? Besojme që nuk kem ka kuptoj ason. Ndoshta është logjika e këtij djalit që na paçujtë edhe mercenar në atë llogarinë e tina se si mund të fitohet liria. Tash nuk e di sakt pse. Ndoshta kryeministri i detyrës Albin Kurti nuk e ka ditë, i është në shef. Mirë po shkes që nëse ky detaj i ka ikur atina. Nëse kryeministri Kurti e ka ditë dhe është në frymën e njëjtë me këtë, asë jam e zdutja përmenin personi, sepse jema politik, asë një partije si përkas mirë, po këna ka pyjë shumë rënda atëherë, dhe është në frymën e tina atëherë i qoftë për ndere dhe Albinit edhe ati tjetëre. Sepse pjesëtarët e sportë ka qenë, edhe jam preshtu gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë këtyre viteve, gjatë viteve të tyre, nga çdo rritje apo vënie pakove për ndihma është kesh, ashtu edhe të ushtarakëve pensionantë të Forcës së Sigurisë Kosovës. Okej, para se të kaloj këtë Artoni, se Veseli ju gjithë kanë bamendjen politike. Për kë e keni fjalën, me që po i referoni disa herë? O ti ministrit financave që na ka qujtë mercenar atëherë në atë llogaritjen e tina që liria vjen ma letë me mercenar se sa me ushtarë të lirisë. Pra që ka qenë në fyret më të rrota që i kemi përjetu gjithë ne, e që do pas edhe familjet e dëshmorëve që ka ndonë ma shumë se në kosh, pra ma shumë se edhe nezi ka ndonë të dashën e të tyne. Dhe ka qenë fyrja me madhe për neve të gjodhe që edhe shokët bashkëtorët të rënë, herojt e kombit, një farë forme
i ka shkujtur mercenarë të vrarë. Kjo është paradoks që veç Kosovë do. Le ta dëgjojmë për fillim edhe Artonin që e kemi gati. Arton, të pritshme apo jo këto 100 euro, marr parasysh edhe përvojën e kaluar, pra vetëm pak para fushatës, pak para zgjedhjeve, 100 euro për këto kategori, edhe madje kur ishte fjala tek Lehonat e kishte thënë Kurti që pse të presim deri në korrik, mund ta bëjmë tani këtë rritje. Në fakt, për shkak qeni ofër zgjedhjeve dhe nuk është hera parë që Kurti shpërndan nga 100 euro, gjithmonë kur jeni ofër zgjedhjeve, ka ndodhur edhe në treguarën, ndodhi edhe sot dhe ndoshta nëse është në pushtet, pra do ndodhë edhe në të ardhmen, por nuk është asgjë e çuditshme që ka ndodhur sot. Por 100 euro për qytetarët e Republikës Kosovës mund ta ndihmojnë ta shpijnë një hall të vogël, ta shpijnë një bojë dëshitore, ta mbushin rezervoarin full me derivate ose diçka ngjajshëm, po natyrisht këto 100 euro që jepen sot do t'i kushtojnë shtrenjt qytetarët e Republikës Kosovës në muajt në vazhdim, sepse kjo shpërndarje në këtë formë të këtyre mjeteve vetëm është ushqim për inflacionin dhe unë pres që në muajt e ardhshëm sidomos pas muaj që shoh që inflacioni në Kosovë të jetë akoma më i madh dhe natyrisht gjendja ekonomike dhe familjarëve këtu në qytetarëve në Republikën e Kosovës të jetë edhe më e vështirësuar. Pra ky 100 euro do të harrohet shumë shpejt krahasisht me krizën që do të vjen si pasojë e shpërndarjes së pakontrolluar të këtyre mjeteve që i ka bërë qeveria e Republikës Kosovës sot dhe natyrisht edhe në të kaluarin. Pra ne sot kemi inflacionin 7.5% dhe në këtë vendim ne kemi atë ushqim atij inflacioni për kaluar shifrat 8.5 deri në 9% në muajt në vazhdim, e që Syria do të ndikojnë në shkaktimin e produkteve bazë të cilat edhe ashtu janë të shtrejta, por megjithatë këto 100 euro do ta pagojnë shtrejt, që në fakt po bëhet për blerjen e votës. Okej. Zotri Veseli, ju e kishit edhe një status tjetër dhe e kishit bërë disa llogaritë të shpenzimeve. Sa kushton buka, sa kushton një argjet, sa kushton uji, sa kushton gjërat të tjera që ishin në atë fotografi. Besoj që edhe regjia do të na ndihmojë që ta kemi se ishte interesant. Duam t'ju dëgjoj, ma nuk po e lexoj meqense ju kemi drejt për drejt dhe duat ta bëjmë këtë analizë bashkë tani kur jemi live. Nëse më lejon, kthehena edhe një herë në temën që e patëm pak më herët. Okej, për ushtarakët, a? Për ushtarakët, sepse me ta kemi kaluar të një jetën, e ku kaluar të një jetën dhe deri në vdekje ne do t'jemi bashkë. Se lufta po deri edhe sakrifica e madhe e çdo besimtari të ÇK-s, e sidomos e dëshmorëve të kombit edhe invalidëve të luftës, aja do duhet të dihet të pranojë edhe nga shoqëria. Më pastaj pasirimit atë bëhet formimi i trupave mbrojtëse të Kosovës, mbi një vit trupa dhe pjesëtarët e saj nuk kanë marrë asnjë pagë. Realisht kemi punuar pa paga. Tu fillu me General Qekut e deri te vajfundi joni. Kanë qenë njerëzit e vullnetit mirë që na kanë ndihmuar shumë. Dikush ka pas fat, ndoshta që ka pasur vllazën jashtë dhe i kanë ndihmuar për të mbajtur familjen. Rastin tim unë s'kom pas vllazën, jam djalë Azreti, që thojmë, në zherë atje në Prishtinë. Kom pas shok dhe mes të mirë që i kujdes për mua dhe për familjen time në aspektin të ekzistencës, të bukës, të vajt, të krypës. Ismet Karaxha, Bedin Hasani, Pasri Statosi, Fatmir Kadriu, Gjevat Gjushinca, Gania Shari, Mustafa dhe shumë, Kashmend Abrashi, shumë të tjerë që nuk unë kanë lonë, thjesht mos kemi bukë të shtëpia, po na kanë bajtër. Pra, asnjëherë nuk kemi anku, kemi punu. Situata e parë, pas përfundimit të luftës, ka qenë ajo emergjente, pastrimi i rrënojave të shtëpive, pastrimi i rrënojave të urave, ndërtimi i tyre. Më pastaj gjetja e njerëzve tanë të vrarë, civilëve të vrarë për punore dhe gjithçka tjetër që ka bërë trupa mbrojtëse e Kosovës. Dhe asnjëherë asnjë ankesë e asnjë pjesëtari të MK-s nuk e keni dëgjuar asnjëherë. Shkopi bashkë kolegëve të mi në TMK, bashkë luftëtarëve që kur vinëm në mëngjes dhe rreshtoheshim në ngritjen e flamurit, shija atë piklimin e tyre dhe shpesher edhe gjithherë në bisedat me ta tregonin që
nuk e ka situatën mirë dhe ato çfarë i kishëm brenda ne si TMK, njëri tjetrit e ndihmojshëm sa për të bërë gjatë. Kjo kategori që ka orë shumë për vendin dhe rindërtimin e vendit. Absolutisht po. Veseli, ju ma konfirmoni, po të paktën sa po e vrej nga kjo se si po flisni, por edhe se po ju shikoj vazhdimisht edhe në ekran, përveç tjerash, pra me këtë ju ndiheni mbi të gjitha dhe të ofenduara që nuk jeni të përfshirë në këto shtesa, në këto 100 euro. Ndëgja Bek, ne jemi të prekur, pra ne asnjëherë nuk do të flasim keq për shtetin tonë. Ne as atëherë sot që jemi anku dhe nuk ankohemi, sepse digniteti nuk na lejon. Po flasni në emër të gjithë bashkëpunëtorëve dhe kolegëve të mi, po përfaq një të vërtet madhe që na kemi pas, ju pjesa shoqërisë ka qenë çdo nuk e di mosha juaj cila është. Mirë po çdo ka qenë situata dhe nuk ka pas ankesa prej pjesëtarëve tonë, as të TMK-s, as të FSK-s, edhe pse kemi qenë kategori ligjore edhe ne. Pasi kemi një sistemin e paga mesatare, diku ka qenë 225 euro. Me ato para 225 marka në fillim. Dhe nuk kemi mujtë as familjet të vaj, mos të ishin njerëz të vullnetit mirë edhe familjet tona që të na banin. Më pas kur u formu forca sigurisë kryesore, dash mujtë e parë kemi pas paga të njëjta. Më pastaj ndodhi një ngritje e pagave, të falenderu atit të Lutës për liria shqiptaqit dhe qeverisë të tij në atë kohë, kemi pas një pagë dinjitetshme që mund ta mbanim veten dhe familjen tonë. Mirë po, gjithherë ka qenë dytësore çështja e pagës të ne. Ka qenë misioni që ta kryejmë ushtri, ta bëjmë ushtri, prej Agip Qekut e Hashim Thaqit e të poshtë, edhe kemi mbajt atë deri sot. Takojeni secilin prej nesh që ka shërbyer luftë në TMK dhe FSK, besoni që njëjtat mendime kemi që të gjithë ne. Mirë po që ndahemi në këtë formë, 26 vjet pas luftës, në liri, si kategori ligjore, pensionistët e Forcës Sigurisë Kosovës, beson nuk mund ta kuptoj pse arsyeën, është ndaj blet personali i atij djalit ta kujtosh nuk e di veç ata kanë për detyrë të shpërfaqen. E qartë. Leoni, që të marrë një koment para një vitit kom kontaktuar disa misioner komis në gjitha partitë politike dhe kom diskutuar me një ish-deputet të partisë pushtet. Po pse po na doni kështu, s'pan kohë, po s'është mirë. Çfarë ju ka thënë? Edhe ai ka shpreh keq ardhin se pse ka ndodhur, nuk ishte përgjegjja e saj. I bërë shumë i mirë. Pra, keqën. Arton, ma komentot lutem pak këtë, që po e thot vazhdimisht zotri Veseli. Pra një kategori e cila ka dhënë shumë për këtë vend, do të thotë pavarësisht pagave të ulta ka pasur një mision të qartë. Dhe ja, po e dëgjon edhe tani live duke folur në një mënyrë absolutisht shumë dëshpëruese dhe që natyrisht që të bën të kesh një ndjesi jo të mirë. Zoti Veseli, me sa kuptova, po bën përpjekje me shfaqsu, zotin Kurti siguraj nuk po din çka po ndodh, në fakt unë jam i bindur që ai. Jo, po e thotë që zotri Veseli vet nuk po e din që pse është kjo çështje, pse ja gjithmonë po anashkalohen. Sigur arsitoj dëmek që ai nuk po din çfarë po ndodh, ndoshta na ka harruar pa dashje, çto kuptova. Okej, tek e kuptoj. Okej. Pra, jo, zoti Kurti din saktë çfarë ka bërë, din saktë që ju ka diferencuar nga ky grup për ton 100 euro. Atëra na tregon pse ka diferencuar këtë grup. Pra të marrim një përgjigje prej teje. Pa i duke pas në Paris, pra në vendin e parë, Donika Delvatën, Bimajt Bashën, e Golan Muratin, të gjithë ta kundru që kësë. Dhe jo herë edhe ty ka, në fakt, ka dhënë kritika ndaj ushtarëve të që kësë. Dhe nuk është rastësisht që ata në vazhdimsi janë përjashtuar nga ndihma e qeverisë. Është i vetmja kategori që përjashtohet. Dhe përjashtohet për faktin se nënësia e këtij pushteti është kundër të njerëzve, sepse, siç e kemi thënë, shumë prej anëtarëve të qeverisë kanë deficit të patriotizmit dhe natyrisht kjo është një prej formave që ata mund ta
të akthejnë në këtë formë në vizitatë të UÇK-s dhe kjo nuk po bëhet rastisht, po bëhet me tendencë dhe unë e siguroj zotrin Veseli që ata nuk e kanë harruar asnjëherë, po e kanë bërë qëllimin dhe prandaj nuk do t'i gëzoni këto 100 euro, sepse paria e kësaj qeverie është pari që është kundër vlerave të UÇK-s. E kanë dëshmuar në vazhdimsi. Okej, për këtë Veselin do ta pyes pak më vonë, se natyrisht dua të marr një opinion të ti, po, edhe nga debati i fundit politika, natyrisht para fushatës dhe tensioni që është dhe që ka të bëjë me UÇK-n dhe disa shkret. Dëshiron të reagoni, po. Miku jam, nuk e kurseja Albin Kurtin as njërit zonë. Pra me frikën e me atë ngurrimin në të thenitën personalisht jam përshëndetë dhe më kur si jemi taku. Po thjesht në një situatë të tillë kur nuk kam informacione sakta, se po të kisha informacion sakt, me më bjem se që ka bërë, dhe të thoja me zë dhe me figurë para jush dhe para gjithë shikuesve të televizionit shtatë. Po nuk e di, sepse datë institucione, dhe ti që nga një herë shifën gjërat, se a ka ditur kryeministrit e tyre. A nuk e ka ditur, nuk e di. Unë e thash kështu, nëse ka ditur i qoftë edhe ati që kur e konan Muratin, nëse se ka ditur, a ju dashtë, mos lejon që kjo të ndodhe të shikon atë vendim që nën a e ka nëshkru. Pra nëse ka ditë, atëre edhe du të jep shpjegim çfarë ka me kategoritë e luftës, çfarë ka me pensionistët e TMK-s që kanë ndërtuar dhe vende, çfarë ka me pensionistët të ushtarak të forcës së sigurisë Kosovës. Kjo është arsye. Këto janë pyetje po i drejton. Dhe Veseli, mos ndrojmë pra atë, me qenë se ka diskutim për këtë. Si po ju duket ju, pra një debat i madh që po zhvillohet, një gjuhë shumë e ashpër që po bëhet në rrjetet sociale për momentin, por edhe në media në përgjithësi para fushatës dhe para zgjedhjeve, që në fokus e ka pikërisht kategorinë e luftës, e ka UÇK-n edhe e ka ish-krerët e UÇK-s. E gjithë kjo, juve personalisht, a ju duket e qëllimshme, apo edhe për këtë nuk e keni një përgjigje që pse po ndodh? Ja, për këto ka përgjigje. Cila është? Përgjigja ime është kjo. Pas shtjerimit të atë dheu, fokus i njerëzve që duhet të shantazhohen, duhet të fyen, duhet të denigrohen, ka qenë gjua që ka arë për i Serbisë. Kush dhe qoftë që P99 se tutje ka përdorur këtë gjuhë në Kosovë, pra individ apo organizata politike, pra edhe vendosja tani, kjo gjuhë është polarizuese, është urrëse dhe është antihistorike. Ne mund të flasim për qeverisjen e njerëzve, pra edhe të Hashim Thaçit si kryeminist. Po të fyet Hashim Thaçi, Loni i Kosovës Ramush Haradinaj, komandant Reme dhe të tjere, krejt të tjere, me këtë gjuhë se s'farjen të bë këta, të bënë vetëm Serbia, këtë e bëjnë vetëm njerëzit e ligë. Lufta për të rrjedheshur nga etrit e luftës, Hashim Thaçin që kemi sot në Hagë, dhe të tjere, deri te i fundit, deri te nuk është bërë për pushtet, se asnjë nga ne nuk kemi ditur sa të shkëtojmë apo nuk të shkëtojmë. Brengër më të madhe kom pas se mund vritem dhe mos të më gjinet varre. Pasi kom qenë fëmija djallas drejt dhe isha s'ka kush vjen të vorre se s'patina s'korë. Kom shpika ti se do të shmëtaj. E quen me të tjerë me s'fare pol në gjajt, për dhe kjo është fyse. Paralesht, kur të që i fyn vlerat e luftës. Hashim Thaçin dhe të tjerët për luftën, të ndatë për luftën. Po. Aja është vetë i paguar i Serbisë, apo njërë pavetishme kryen punën e armikut. Atëherë, më dëgjoni vetëm pakës. Pra, ju po thoni që, vetëm pakës e lutem, po thoni që kjo gjuhë e urrëties vjen pikërisht nga Serbia. Po në anën tjetër, mos të harrojmë zotri Veseli, një ish deputet në kuvend, pra ka deklaruar që faqen do ta pres fati i njëjtë, sikurse i Murselit që i referoi burgimit të përjetshëm. Kemi para 2 ditësh një ministri në detyrë, Gërvalla, që thotë se e respektoi këtë mendim të këtij deputeti. Atëherë, këtë po e thoi njerëz që i voton ky popull, zotri Veseli. Është paradoksale. Thjesht për atë djalin, Surjania babën,
është buri mirë, ka dhonë për vendin shumë, që del ky me ki gjumë për një blef personal, kina apo për një grusht vota, shaj nuk i ka bo dirë as vetës, as familjes të po dhe gjesi në lau, që ka dhonë shumë për sirimin e vendit dhe pas sirimin. Por këtë zojën grëvallën, kjo është e ditëne, kur është vendosë të rivorimi i tre herojve të Kosovës, po edhe të babës saj. E këtë trupa mbrojtësit Kosovës ka qenë komandume për e Gjeneral Agim Qekut dhe kemi qenë në pregaditje për një rrim të dignitet që të ati heroj kombëtar, që këtë lufta dhe njerëz të luftës ka shku në shembulltyrën e Tina. Dhe një brigadë që ka mbajtur emrin Tina, që ka qenë komandant Dautara Tina, edhe del let me këtë gjuhë, aja duhet del e të tregon qytetarëve se është me Kosovë apo është me Serbi. E unë në këtë rast... Thua që deri këtu ka arritur puna, unë e përgjigjën se aja veç me Kosovë nuk është, e është ndoshta veç me Serbi, sepse të denigrohet figura Haradinajve dhe luftës për liri, që vorën e ka me vorët vlezërve, me shqyqërë figurën e vorët, shkërsenit. Po, Veseli, thoni që deri këtu ka arritur puna që një njeri institucionet të Kosovës dalë dhe të thotë që a është me Serbin apo me Kosovën, deri këtu ka arritur? Po, këtu kemi arritur. Do të themi gjëra tërës, nëse flasë për Ramush Haradinaj, apo para prej Veselit, atë ti duhet ndonë periuda e luftës dhe vlerat, që ka posër dhe periuda pas luftës, si kryeministra, apo ministra, apo shka të qodë, apo si oficer që kumë shërbi në pache. Nëse kumë borë gabime, gja shërbime, të burno kritikat, nëse kumë borë vepër penale, e kam venin borë, po. Vlerat që i kryu luftë, Tramushit, Agim Qekut, Rostem Mustafës Remit dhe të tjerëve, pasi ata konstatojnë vlerat përbashkët që t'i veni, çka pyllojmë njerëzve pas fëmijëve tonë. Pa të tërpme dhe pa dignitetshme që kush do të qoftë që i mbështet këta, brenda vendit apo jashtë vendit. Ata që ka qenë luft apo ata që ka qenë luft apo për gjithë. Unë askan nuk e fajsëm se s'ka qenë luft. Ka qenë obligimi tina. E kalon ndaj atë dhe atë obligima se kalon që është i tina. Mirë po, të fyret aj që ka bën luftën, e prope ma shemull gjithë herë generalin Haradinaj, po njerë toka për ata njerë që hecin, njerë toka Kosovës që hecin ata njerë. Atëherë, Arton, do të apë vetëm në një pyetje për këtë temë, dhe me pas do të kalojmë tek çështja e 100 eurove dhe se i kam edhe disa pyetje të tjera. Një lloj debati i tillë, një gjuhë e tillë e ashpër dhe një diskurs i tillë në publik, a ka qenë ndonjëherë më herët? Jo, asnjëherë. Nuk ka qenë kur praktik që të zëllohet ushqia shërbimtare dhe unë po çuditem që sot ne duhet të mbrojmë luftën që kësë nga fyrim, pikërisht nga shqiptarët. Dhe për më këthyte zoti Veseli, i dha disa deklarata e të cilave e gjeti edhe arsyen pse ata janë përjashtuar nga këto 100 euro. Gjithë ato që ka i tha zoti Veseli janë arsyeja kryesore pse ata s'u nuk i kanë 100 euro. Sepse nuk ka shpjegim tjetër kur gjithë kjo aparatur shtetërore, me deputet, me militant, me kushërit, me krejt, qënë edhe shajnë edhe fynë luftën e UQT-s. Por janë i bindur, unë bjetesoj përqishëm, që ajo që kur s'ka me hupë është gjaku i dëshmorëve dhe nuk do të hupë pas atë. Nuk ka hupë pas këtë luftës, që të është probleme një lidhe pavarësi, dhe nuk do të hupë as të ashtë kur disa figura qendrore, qeveritare, po mundohen me e fyrë dhe me përbuzë gjakën dëshmorëve, dhe natyrisht edhe ata që kanë betur gjallë. Kjo është provincë i dhe është totalisht e pakuptim dhe e pakupikueshme, sepse si kemi ardhur deri këtu në këtë situatë. Po, Arton, për t'ju kthyer 100 euro, do ta përfundojmë me ty këtë pjesë dhe më pas do të vazhdoj pak edhe me Veselin. Natyrisht është e kuptueshme që jo të gjithë mendojnë si një pjesë e shoqërisë civile që e ka shprehur kritikat e saj sot vazhdimisht duke cilësuar blerje votash. Këto 100 euro për ty, pra, për ta përfunduar këtë temen, po e varfrojnë apo po e ndihmojnë qytetarin? Në fakt duket sikur e kanë trajtuar, e kanë zbut një hall momentar, por megjithatë e varfrojnë situatën, sepse pasojat e këtij 100 euro
do t'i shohim në ditët në muajt në vazhdim. Pra, kjo do ta përkeson gjendjen ekonomike në Kosovë. Po sikur të ishin këto pare, investime kapitale që të cilat janë në mungesë dhe asnjëherë qeveria nuk ka bërë për këto 6 vjet, do të përkthehemi në një zhvillim ekonomik, po ne po shënojmë një stet social e cili lloji i saj perspektiva duket jashtëzakonisht e thënë edhe për familjet, edhe për rinjt, edhe për gjithë ata që mendojnë me jetu jetën në Kosovë. Pra perspektiva e Kosovës në këtë rast ekonomik, siç po na përgatit zoti Kurti, atëherë është e zëmbë të pasigurt. Dhe kjo po ndodh pikërisht tash në parasjellje dhe kjo i bën blerje e pastër e votës së shtetëtarëve. Artar, faleminderit që u lidhe sot. Faleminderit shumë. Veseli jam prap me ju dhe dua që ta komentojmë atë fotografinë, atë reagimin që i kishe bërë dhe ato matematikat. Kështu që regjia më ndihmon me fotografinë dhe ta komentojmë pak. Ka që e kresë më ndonë. Ja ku është. Një lëng i frutave, se po bëjmë pak reklam tani më, buka, jenë edhe cigaret aty, po Veseli ndoshta pa cigare bën. Allaj bre, po i na mësu me pije. Jemi mësua, buka 70 cent, lëngo 1,9, po cigare 2,70, 12 cent kafja, çaji 10 cent. Karburanti 5,70, argeta 1,15. Gjithsej kjo po i bie 11,56. Veseli, po dëgjojmë. A ditë kur nisa për Marcin Gollokët i kisha vesh 13 euro në gjep. Okej. Se gati çdo ditë po dalë këne pak në natyrë. Shumë që shëndetëtorët mia. Po. Edhe unë hola, çaj është racioni jam ditur gati çdo ditë që po dalë Marcin, o vetë kur ka shi. Bleva, çato çaj bleva edhe kur hola tash te pije një kafe, rrugës për knesën kisha pi kafe në shtëpi. E po që kom vesh njëra dhe shajtë të rujë qytarë dheri sot vim. Para me të një 26 vjetë shërbim. Dhe më e keqja Veseli, më e keqja është që e gjithë kjo matematikë, ky shpenzim është vetëm deri në orën 17 pas dite. Po. Do më thënë tutje... Apo blejan? Po, pa tjetër, më shumë knaqësi. Edhe dhash, ajtë mos t'i ishtë qatë njëra të rujë, ke kom gjëmpile, mos tom që s'kom pare me veti, a unë e kom çdo ditë që shto. Edhe jena këtu, shatë e qita qatë nes kafe që i bleva 12 viva fresh. Edhe të menu, e logarita kosteja, sa është kosteja ime personale ditore, sa margjaj shumë në atë kuptimin e frikës, ku po më shkojnë pare që s'peti as vetë. Se po kena shumë dhojza dhe. Edhe kërë logarita më dullë, qaja shumë, se po që vetë vesh njëra e pak cent për 13 euro. Edhe dullë e pime. Pra, ajo është reale. Mund ka do vetë, mund do çdo ditë që po i mjam dëshmu edhe me kamerë ushime që i këmarë sot gjatë ditës këto. Tani, një pak të komitet shumë ta që pak dhuks u bo, sepse ku mujtë edhe pa langë, sikur ju të datë edhe pa cigare. Edhe pa cigare. Po, 5,70 qita kjerët naftë, një 3 litra merdhen, e kam një kjerët vjetër, pa që ato nuk po me morë pa 3-4 litra, po miku ja. A do bok, mi thonë, ama gjysë buke, a i s'po ma jep gjysë buke, po të të morë një buke. Edhe një argjes, kështu, është rakesh që shimi mësu, nga qaja është koste editore dhe në ora 17 e imja. E tash, nëse dikush del, edhe më thotë që ne kemi zhvillim ekonomik, unë si shtetërë, si lajk, kjo me ekonomist, jam oficiar, shumë trajnimet kryme, jam jurist këtë profesion. Unë ndalim dhe shikoj, them, o është një shvendër, o është mashtrus, se diçka tjetër nuk mund të ketë, sepse unë e di sa marrë penzionin, fatkisisht djalin e ka pap, me qëtë traktor familjes, me qëtë penzion jetojmë. Më thonë që kemi zhvillim ekonomik, e mu që 6 vjetë qatë 5 vjetë gjyshe po morë 2022 kur në basë rritë sa është asë zvoglu. Pro, është njësa e veç ju të regu, është problem. Doja të janë fakt që me qenë se postimi qenë ka me 20 maj, saksisht që është bërë, ju i keni para prirë, sikur mi ditë këto 100 euro, që po vinë. Valaj, përmes nuk e kom ditë, veç asoj personales timës,
Edhe të rëka i argjohë, se më të këshin që i argjohë pa lidhe, për i shisha pa bukë zbanë, pa një argjet zbanë, ka e po istona një langë me morë, bile langën e mora me zbritje, njero e 900. Nëse për diken është shpezim lukës, soku edhe longu edhe cigaret nasha që ashtu po. Kjo tani është një pikpytje realisht e madhe, që nëse për dikë kjo që po shohim është luks, atëherë kele shumë për të dëshiruar. Veseli, unë ju falenderoj që u lëdhet gjithmonë knaqësi me ju dëgju, me gjithë këto kritika dhe këto pak knaqësi, një e mirë është aj ambienti ku jeni për momentin dhe ajri pasër që e keni aty. Une dhe net të gjithë, shtartu që kësë, të më kësë dhe të fëse kësë. Ne du ma të dhejëm, pavarësisht qarqeve politike dhe partive politike. Ne veç duam atë dhejëm të shojë mirë, të shojë mushtrin të orë mirë. Ne nuk reagojmë shpesh për gjërat të tilla si kur sot që më shkruan. Pra ne asë njerës dhe dalim të ripëm lëmosh nga askush. Pra ne as nuk shitemi, as nuk blemi. Ne dalim atër kur në rrezikohet vendi, sovraniteti dhe liria, dhe krejt pas kësaj misia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këtu na prekën, atëre le të dinë çdo pushtetar, pra edhe ky që është sot, jo që kena me dalë, po kena me dalë burrash, malësorse. Mirë shumë që kemi njerëz të tillë që mbi të gjitha misioni i tyre është ky vend. Sa i përket pensionit të rritjes, ato kur të dera s'ku mi shku as ati. Veseli, falenderit dhe njerë për sot. Falenderit shumë. Falenderit, e vlerësojmë shumë kontributin për këtë temë. Folëm me analist, folëm me